Ashtë pa po gjo ti... Se Rogeri, a që ka, po Brikena që është gocë me karakter dhe e zgjuar do të hapi rrugë. Në mundet Brikena të bëhet një si Rogeri. Apo jo Brikena? E ke thonë fix. O sot është e mërkurë, po kalendari jot i faqe ka. Nga ona dhe të mërkurën. Ska më vëzaj. Shtu në tjetë. Nuk e di qa pas ke pisë dhe jeta. Mos pishu. E kapja 20.000 që kuptot. Mos pishu më jeta. Shiko, Ardit, unë menoj që ti ka ardhë në program, në mënyrën e duhur. Pavarësisht faktit që disa gjëra janë më të vështira për banorët që vijnë pak më vonë, por ama Arditi e ka përballur me shumë fines, edhe programi që bëri ishte mjaft i bukur. Tani problemi është që Ledion, janë disa gjëra që duhen parë me i farë kujdesi se e kupton, edhe Monika e kupton, që unë e menoj si ajo, po tani Arbër tash ti... Jo, nuk kam, mos në kuj që ja pro është Monikës dhe si. Arbër tash ti... është pak e vështirë. Është qikë, nga vokatoriteti, sërë. është pak e vështirë, po. Për një djarë është e vështirë. Kur gjë me qesh s'ka. është e vështirë t'jeni këto. Që the Briko? Është ka kur gjë me qesh. Me çfarë? Me atë që këtë të thonë Arditi. Që? Qa tha Arditi? Se gjohë farë, që thëmë? Kur gjës, vështar s'ka kur gjë me qesh. S'ka kur gjohë me qesh. Po Me çfarë, me çfarë? Me të që tha shumë, po jo më si... Që Monika se me to do të. Pa e si imitohet do të... Jo, po nuk e kemi ne... Se kishëm aty, jo. Po themi që nuk imitohet, është e vështirë ta imitosh për këtë programin, se kështu që në thanë. A ti do, pse nuk imito Tani ti për shembull? Ka thënë një, vinë nga pyjtë në ekule. O, e di çka ke për të imituar ti. Po, në në? Tano. Bëj, shiko, mendo për shembull sigurie në Në më një gjumë të banë Selin. po. Po, që ti e banë perfekt. Na knoqe. Unë mund ta bëj pak edhe Brikenën, se Brikenën e kam temen. E kam pas temen. Dhe mund të pak me bo, Ledion, unë kisha menu që kur e një gjoj Roketin që fol, femnës, gjon që ka bo jo Ela nuk e bo kur. Se nuk mundet një femën me pështy, po dhe prekja që ka bo Rogeti nuk bohet. Fakt Brikena ka drejt për gjëra që thot, dhe është nga ta që duhet dëgjuar në shtëpi. Po më menoj kështu. E fillo Arbi, Po Arbi, e vërtet. Arbi për Arbi jam unë tjo. Arbi për arbi. Shiko, Brikena ti, në fakt, tani e ka me pra ti, se ku isha. O, Brikena, mirë mirë sa erdhe. Shiko, Brikena, ti në fakt, je shumë e kujdesshme, je dhe një person që përmbahesh, ama janë disa gjëra që duhet i bësh pak më fort. Për shembull, Mateo, qofse ka Mateo një gjë vërtet që ta thot dhe ta bëj, Mateo do të jetë pak më i vërtet, pak më jo i vërtet, po shiko Ledion, do thënë i ka bërë tani gjestet e mëdha Mateo për Brikenës. Tani do të provoj të bëj gjërat e vogla. Se Brikena jo, Arber më fal, du veç me të ndërprej pak. Jo, Brikena ta marrën tash se e di se një bot. E një bot pa mua, nuk me ju nuk ta marroj unë dhe thuhet. Jo, Arber vetëm një fjalë du unë më thon. Po ta marroj pra unë fjalën time dhe thuaj ti fjalën tënde. Zoni gjë më. E bëj ti çik. O Aldo, je i papar, je talent i gjallë me dy kame, me dy sy, me dy dur. Talent. Arber më shkatron këtë. Mu më shkatron Arber. Po nashta jam mër burë, s'po them se jam inteligjente, nashta jam, O dritë, o Briken. Po ç'lidhje ka, do me fut zizat e unë e Ronaldo tash. Që ta dish ti, o